Teksa koha për certifikimin e rezultateve mund t'jetë afër, partitë politike po treguan të prera rreth koalicioneve. Marr parasysh rezultatet e deri tanishme, në bazë të secilave asnjë subjekt politik, përfshirë edhe atë fitues të zgjedhjeve, nuk mund ta bëjë qeverinë vetëm. Koalicionet konsiderohen të domosdoshme për të shmangur zgjedhjet e reja. Nëse partitë e opozitës e dojnë Albin Kurtin, le të themi në opozitë, ato të vinë pushtet, vetëm ja mundësi është sipas saj që po më djetë që Lidhja Demokratike ta marrë kryeministrin. E kundërta e ban Albinin kryeministër të pakicës se çon vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. E mundësinë e koalicionit në mes të partive opozitare, sikur e zbeju të ënën mbrëma kreu i LDK-s, teksa tha se nuk do bashkëpunojnë me askënd pa postin e kryeministrit. Besoj që partitë politike do të gjejnë forcë që të i kalojnë interesat e ngushta partijake dhe të vendosin në interes të vendit. Nëse ato megjithatë vendosin të mbesin në qëndrimet e tanishme, atëherë frigohem që do të jetë shumë vështirë për të formuar një qeveri apo një shumicë stabile. Megjithatë, nëse jo tani, zgjedhja vlerësohet se mund të ketë jo më larg se pas një viti, me që thuhet se kushdo që eventualisht mund ta formojë qeverinë, nuk do të mund ta zgjedhë askë në postin e presidentit.